8 kampionatit kombëtar të debatit, Ridebate. Sot jemi me dy shkolla, shkollën Qemal Stafa dhe shkollën Petronini Luarasi. Jemi në fazën e debateve rajonale. E kemi filluar me Tiranën, sikurse kemi bërë edhe në edicionet e tjera. Ky është një kampionat dhe një projekt i organizatës Ciburnetik, i cili prej 8 vitesh tashmë është pjesë e projekteve dhe fokusit që organizata ka. Dhe pikërisht shkollat e Tiranës këtë vit mbështeten nga vetë organizata, që do të thotë në mënyrë vullnetare, si nga stafi, po edhe nga ata që bëjnë pjesën e gjykimit. Kemi dashur dhe gjithmonë me optimizëm edhe me dëshirë të madhe që të kemi të rinj, si nga Tirana, po dhe nga shkollat të cilat për fat keq them për shkak të mundësive ekonomike që kanë projekte të tilla që organizohen nga donatorë të jashtëm, nuk e kemi mundësinë që t'i përfshijmë gjitha shkollat, por mundohemi që të kemi një gjithë përfshirje sa më të drejtë dhe sa më përfaqësuese nga të gjitha bashkitë. Këtë vit kemi 22 bashki të përfshira në projekt, 35 janë shkollat që janë pjesëmarrëse në Ridebate. E dini që këtë vit fokusi jon mbi tematikën ka ndryshuar. Jemi të fokusuar tek ekonomia qarkulluese dhe zhvillimi i qëndrueshëm dhe dua t'ju uroj shumë suksese dhe mirëseardhjen në edicionin e 8 kampionatit kombëtar të debatit. Kështu që dua një dorë të kite për të dyja shkollat. Sigurisht që ky kampionat nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim një trup gjykuese, sikurse i njohim tashmë, janë figura që i kemi parë edhe në edicionet e kaluara. Eugena Gjoka, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Urime Sena, e cila është pjesë e organizatës World Vision, mjaft e rrahur me formatin e debatit, sepse është pjesë e këtij kampionati nga edicionet e para. Esplikator edhe për qasjen e saj pozitive, kështu që you're welcome. Nga ana tjetër, Mariza Rama na është bashkuar në 3 edicionet e fundit të kampionatit kombëtar të debatit, sot me një status të ri, është pjesë e Rajko. Për ata që nuk e dinë, Rajko është një organizat për sa i përket bashkëpunimit rajonal dhe paqes. Kështu që faleminderit që jemi ne sot. Gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Niko, drejtuesi i organizatës, edhe një dashamirës shumë i madh i këtij formati, e bëj me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri. Mirë, pa humbur kohë, do të fillojmë me debatin e parë, debatin ku të dyja skuadrat pra janë protagoniste, të 8 anëtarët kanë të drejtë të shprehin mendimet, argumentet dhe padyshim arsyetimin, që është edhe më i rëndësishmi për sa i përket formatit, por pa harruar edhe dëshmijet, statistikat, të cilat në vetvete përforcojnë atë çfarë ju do të arsyetoni. Kur themi arsyetim, do të thotë që duhet të vëmë në punë logjikën, sepse përndryshe do ishte thjesht një recitim i bukur i atyre materialeve që keni përgatitur për sa i përket tematikave. Ndryshe nga vitet e tjera, tematikat janë shumë specifike, janë shumë të bukura, janë shumë aktuale, por nga ana tjetër kemi dashur që t'ju japim lirinë dhe jo t'ju vështirësojmë përgatitjen në këtë fazë të parë, duke ju dhënë mundësinë që të zgjidhni midis dy tematikave. Kështu që do të ftoj anëtarën e skuadrës Qemal Stafa për të bërë përzgjedhjen e temës parë. Hajde. Kemi ndryshuar dhe ne formatin, nuk kemi zarf të zi ose kush, kemi vetëm zarfa Yrpana. Okej? Po. Ekonomia qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare. Cili model është më realist në botën moderne? Faleminderit. Ma jap më këtu. Është e qartë tema, besoj, e njihni. Do të bëjmë tani përzgjedhjen për sa i përket qëndrimit që do të mbajnë dy skuadrat. Ky është i vetmi simbol që nuk ka ndryshuar. Zbulojmë qëndrimin që do të mbajë shkolla Petronini Luarasi. Pro. Okej. Po. Pro, qarkulluesës. Atëre, ekonomia qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare. Cili model është më realist në botën moderne? Faleminderit. Po. Kurse ju jeni kundër. E qartë? Kemi 7 minuta kohë përgatitore.
më pëlqen shpirti i grupit, lideri i skuadrës, Artil të bë. Mirë, do të fillojmë debatin e parë, debatin e skuadrave. Do të filloj skuadra e Qemat Stafës që mban qëndrimin kundër, do filloj proja Petronil Luarasi ndjes, dhe pastaj do të vazhdoj, do të pasohet nga skuadra e Qemat Stafës që mban qëndrimin kundër. 1 minutë për secilin nga anëtarët. Mund të filloni. Përshëndetje, quhem Ana Lakuriçi nga Petronili Luarasi, edhe në debatin me sotëm përfaqësoj anën pro të temës ekonomia qarkulluese kundër ekonomisë lineare. Ditët e sotme të qenë një cikël qarkullues nuk është më vetëm një qëndrueshmëri, është një domosdoshmëri jetësore, që na nënçohet automatikisht nga ekonomia qarkulluese. Një ekonomi që ndryshe nga ajo lineare, e cila prodhon, konsumon dhe më pas hedh, e vë fokusin tek mbyllja e këtij cikli burimesh, përmes riciklimit, ripërdorimit, rinovimit të produkteve dhe materialeve. Ajo vjen me përfitime të shumë fishta, qoftë në nxitjen e inovacionit, ruajtjen e mjedisit, hapja e vendeve të reja të punës dhe stimulin e përgjithshëm të ekonomisë lokale. Pasi në fund të ditës çfarë ka një të ardhme me një ekonomi të shumë fishuar, në qënë se nuk ka një të ardhme fare për jetesën tonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Gentiana Dragoti dhe si përfaqësuese e Gjimnazit Qemal Stafa falenderoj gjithë organizatorët, grupin kundërshtues, të gjithë pjesëmarrësit dhe gjithashtu grupin tim. Çështja që duhet ngrej sot është fakti se ekonomia lineare është më realiste për gjendjen aktuale të Shqipërisë, duke marrë parasysh infrastrukturën dhe të gjitha burimet që vendi ynë ka. Deklaruar nga gazeta diplomatike, KLSH dhe institucionet të tjera përgjegjëse inspektuan dhe morën mbrapsht 50.000 euro fonde nga ato që ishin akredituar përkundrejt javës ndërkombëtare të sipërmarrjes. Gjë që tregon normalisht që ekonomia lineare është më aktuale dhe më e realizueshme në Shqipëri, në vendin tonë me kushtet aktuale që vendi jon ka. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Frenki Ismaili. E dëgjova me kujdes argumentin tuaj, por nuk bie plotësisht dakord. Edhe pse ne përdorim ekonomi lineare, kjo do të thotë që është modeli më i mirë i ekonomisë. Sepse ekonomia lineare ka emetime të larta në natyrë, dhe çfarë bën kjo? Kjo na dëmton neve, njerëzit, popullatat. Ndërsa ekonomia qarkulluese ul deri në 40% emetimin e gazeve në atmosferë. Gjithashtu, implementimi i ekonomisë qarkulluese parashikon të sjellë deri në 4.5 trilion dollar deri në vitin 2030. Gjithashtu të hapë dhe mbi 700.000 vende pune të reja sipas DS. A nuk është kjo një gjë më e mirë për ekonominë, gjithashtu dhe për vendin tonë, dhe për shoqërinë tonë? Faleminderit. Përshëndetje, quhem Teo Dalipaj, unë dhe grupin përfaqësojmë ekipin kundër mendimit të ekonomisë qarkulluese. Së pari do doja të komplimentoja kundërshtarin, them se është diçka shumë e mirë të interesohesh për mjedisin. Por së pari duhet të marrim parasysh se sa shanse kemi neve për ta mbrojtur këtë mjedis. Sipas Human Development Index, vetëm 12% e botës është e aftë për të implementuar një ekonomi qarkulluese. 12% e aftë, por vetëm 8% e kanë ekonominë qarkulluese si pjesë të tyre. Çfarë dua të them me këtë? Mendoj se ekonomia qarkulluese është diçka shumë e mirë, por kemi një rrugë të gjatë para se të arrijmë në atë pikë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Neo Hajdinaj dhe për t'ju kundërvënë argumentit tuaj, në fillim dua të them që është e vërtetë, ekonomia qarkulluese është implementuar në shumë pak vende që janë kryesisht në botën e parë, por nuk duhet neglizhuar fakti që ekonomia lineare përdor metodën më të dëmshme të mundshme, përdor dhe hidh. Burimet shfrytëzohen për mallra që pasi mbarojnë ciklin e tyre, hidhen. Global Network Footprint zbuloi që në 2023 burimet e tokës u shfrytëzuan 1.7 herë më shumë se sa mund të rikuperoheshin. Dhe modelet e kompanive që janë të suksesshme në një ekonomi lineare janë ato të konsumit të shpejtë. Këto realisht gjenerojnë shumë para, por gjenerojnë edhe shumë mbetje. Moda e shpejtë, për shembull. Është e vërtetë, gjeneron shumë para, por gjeneron edhe 92 milion ton mbetje tekstile. Dhe kjo është çdo vit.
Gjithashtu 90% e produkteve plastike të prodhuara as nuk riciklohen, por thjesht hidhen, duke humbur 80 deri në 120 milion dollar për vit. Kjo lloj ekonomie nuk është realiste në afat të gjatë, sepse funksionon vetëm në afat të shkurtër. Flas pak në atë të gjatë. A nuk duhet fokusohemi tek marrja e masave për kalimin drejt një ekonomie qarkulluese? A nuk duhet mendojmë për afatin e gjatë? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Irisa Plumbi, ne mbrojmë tezën se ekonomia lineare është më realiste në botën moderne, pasi dëgjova në shumicën e argumenteve që ju na parashtrua që edhe pse ne përdorim ekonomi lineare, ky nuk është modeli më i mirë. Jam plotësisht dakord me atë çka ju keni cituar, por doja të theksoj pak se tema thot cila është më realiste në botën moderne. Dhe nga statistikat, ekonomia lineare është më realiste. Për shembull, marrim vjetërsimin e planifikuar. Shumë kompani e përdorin këtë si ide duke na mundësuar ne zgjedhje të reja, por në të vërtetë atë ne thjesht na shtyn të bëjmë blerje të reja. Sipas një raporti të BBC News, kompania Apple u gjobit me plot 113 milion dollar për faktin sa ju kap nga organizata The Guardian për përdorimin e inxhinierëve që projektojnë produkte me vjetërsim të planifikuar. Dhe kjo me anë të përditësimeve. Gjithashtu kemi një model të përdorur sistematikisht. Për shembull, Apple nuk i pakëton më karikueset në telefon. Dhe kjo është një strategji e përdorur për ta paraqitur atë si miqësore me mjedisin, edhe pse kjo thjesht drejt përfitimet e kompanisë dhe ekonomia dhe konsumatori humbet si ekonomikisht ashtu edhe ekologjikisht. Përshëndetje, quhem Levi Alleshi, dua të falenderoj kundërshtarin për argumentin, por bie në kundërshtim të plot me atë çfarë ju thatë. Nuk është fare realistike mënyra se si ekonomia lineare po dëmton çdo vit e më shumë mjedisin ku ne jetojmë. Marrim për shembull Shqipërinë. Në Shqipëri çdo vit prodhohen 812.000 ton mbetje. Po 80% e tyre përfundojnë duke u hedhur dhe duke u groposur, duke u djegur në mënyrë duke ndëmtuar jo vetëm mjedisin që na rrethon, po edhe neve. Sepse këto mbeturina shkaktojnë sëmundje të pafundme, të cilat na ndikojnë neve, kafshët, bimët që janë rreth nesh. Jo më larg se vjet në Vlorë, një grumbull i mbeturinash të hedhura në mënyrë të pakujdesshme dhe të pakontrolluar në një landfill, mori flak duke rrezikuar zonat përreth të banuara, por jo vetëm, duke shqetësuar edhe banorët edhe turizmin. Pra, a është me vërtet kjo realistike? Përshëndetje, quhem Manuar Kodra dhe jam i argumentit që po, ekonomia lineare është realistike për vendin tonë, pasi Shqipëria nuk ka potencialet e vendeve të zhvilluara për të arritur një ekonomi qarkulluese të mirëfill. Ëndra është që ne të arrim të prodhojmë dhe të riciklojmë, por duke parë mundësitë tona si shtet i botës së tretë, Shqipëria nuk ka mundësitë e investimeve që mund të ketë një shtet si Gjermania ose si Franca, Anglia dhe vendet e tjera të botës së parë. Përshëndetje gjithëve. Është hapur përshëndetje gjithëve, kënaqësi që jam këtu për vitin e tretë radhazi, quhem Bertilo Dellari nga Shkolla Petronin Luarasi. Ju falenderoj për argumentin tuaj dhe të falenderoj akoma më shumë sepse ky argument i joti shtroi bazat për argumentin ton. Le të jemi pak realistë dhe le të mendojmë për të ardhmen, le të mos mendojmë vetëm sot për sot. Ju në të ardhmen gjithë do të bëni prindër dhe mendoni për fëmijët tuaj. Më të shtroj pyetjen, a do doni që fëmijët tuaj të jetojnë në një mjedis siç është ky sotmi, ku 95% e materialeve nuk ripërdoren më? Një mjedis ku Banka e Shqipërisë në 2023 ka publikuar se përqindje më të madhe të fondeve harxhohet për plerat. Ne kemi shumë dëme dhe shumë probleme si shoqëri, por pse 1% të madhe të fondeve që kemi të harxojmë për probleme që ne vetë mund t'i rikuperojmë? Ju thatë që nuk është realistike, por në fakt është, sepse vende si Zvicra, Norvegjia apo dhe vende perëndimore ekonominë qarkulluese përdorin dhe kanë pjesë të jetës së tyre të përditshme. Do ta mbyllja duke bërë një pyetje. Pse të përdorim një material 3 herë kur një herë kur mund ta përdorim atë 3 herë? Për një të ardhme më të mirë, për mua, për ju dhe për gjithë. Faleminderit. Duke ju falenderuar për qëndrimin tuaj, do doja të sjellja një qasje të re, ku duke qëndruar tek realizmi që shprehet, sipas faqes zyrtare të BE-s, vetëm 30% e ekonomisë është qarkulluese, duke shprehur qartë se implementimi i saj është jo praktik, pasi zë minoritetin. Është mënyra e vetme ekonomia lineare që të na drejtojë drejt rritjes ekonomike që të na çojë në BE, sepse vetëm kështu jemi në hapa të drejtë, të shpejtë dhe të sigurt, që të bëhemi pjesë e saj duke pasur dhe prioritet.
Gjithashtu, ekonomia qarkulluese është vetëm duke ndërhyrë në vend si ekonomi, duke u ndalur pra te zhvillimi në këtë aspekt, sepse vetëm po duplikon shpiket e bëra gjatë ekonomisë lineare dhe jo duke u marrë me zhvillimin e mëtejshëm të inovacionit. Ju faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Desart Meço, ju falenderoj për argumentet tuaja, ju dëgjova me shumë kujdes dhe më pëlqeu shumë një fakt që një frazë që ju përmendët, pasi është e vërtetë se ekonomia lineare ka qenë baza e ekonomisë për shekuj me radhë, por nuk mendoj se ajo është mënyra e duhur që neve të futemi në BE. Sepse ne duhet jemi koshient, ne duhet dim që luksi i përdorimit të burimeve të paripërtëritshme për energji nuk ekziston, pasi ato jo vetëm që janë në shtërim, por dëmtojnë planetin tonë. Gjithashtu na kanë ardhur shumë subvencione dhe paketa ndihmëse me vlera që arrin miliona dollarë dhe këto kanë ardhur nga organizata ndërkombëtare. Gjithashtu kemi OIF, pra organizata jo fitimprurse si UNICEF-i që mbështesin dhe inkurajojnë kalimin në modelin qarkullues. Për më tepër, ne shohim një brez të edukuar që në fillore për rëndësinë e 4 R-ve: reduktim, ripërdorim, restaurim dhe riciklim, që janë si parimi kryesor dhe që luajnë një rol instrumental në këtë model. Me gjithë këto mësime, me gjithë të ndihma dhe me gjithë të inkurajimi që marrim, çfarë presim? A nuk mendoni se ka ardhur koha të kalojmë nga ekonomia e kaubojt drejt ekonomisë së nënës natyrë? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Mario Ballo dhe mbështes argumentin kundër ekonomisë qarkulluese për faktin se meqense përmendëm ne Bashkimin Evropian, për ta dhënë si kundër argument. Duhet të përmend faktin se dhe vetë Bashkimi Evropian me ekonominë qarkulluese po dështon. Për shembull, marrim faktin e kompanisë Volkswagen, lideri i industrisë automobilistike dhe është në top 10 në listën e Forbes për vlerën e kompanisë. Ka humbur 250 miliard dollar dhe ka pushuar 35.000 persona nga puna, përse sepse kërkonin që të kalonin një ekonomi qarkulluese me anë të krijimit të makinave elektrike. Do të thotë, dhe vendet të zhvilluara si Bashkimi Evropian po hasin probleme me këtë metodë ekonomike, duke shkaktuar dëme në bursë, kolaps ekonomik dhe gjithashtu çmimet e pronave të zonës përreth kanë rënë ndjeshëm dhe është shumë herët për ta implementuar, sepse nëse gjithë bota po do të shkojnë në ndryshim direkt të modelit ekonomik, i bie ne do shkojmë në kolaps njëherë, pastaj mund të përfitojmë ndoshta nëse është realitet, apo flasim për realitetin apo për idealizmin. Përshëndetje, unë quhem Eliza Matushi dhe dua t'ju falenderoj për argumentet tuaja dhe unë jam shumë falenderuese për faktin se ju doni të qëndroni realist. Unë dua ta nis argumentin tim duke ju thënë, a nuk është një situatë aktuale fakti se ne jemi në kërkim të vazhdueshëm për një alternativë më të mirë, dhe kush është një alternativë më e mirë? Një model ekonomik që do të sjellë ndotje dhe si rrjedhoj argjim të burimeve natyrore dhe do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në zhvillimin e qëndrueshëm, apo një model ekonomik i cili do të ndihmojë në reduktimin e mbetjes dhe krahas kësaj në shfrytëzimin maksimal të tyre, të shfrytëzimin maksimal të produkteve. Besoj se kjo është një pyetje retorike. Të gjithë e dimë që alternativa më e mirë është ekonomia qarkulluese, sepse ajo favorizon pikërisht mbrojtjen e mjedisit, krahas kësaj kursimin e burimeve natyrore, rezultati i tyre është zhvillimi i qëndrueshëm, mundësia për të pasur rezerva natyrore për brezat në vijim dhe krahas kësaj përfitime ekonomike. Nëpërmjet zhvillimit, nëpërmjet ekonomisë qarkulluese, kompanitë europiane do të jenë të afta të kursejnë 700 milion euro në vit. Bashkimi Evropian, që ti përmende, nëpërmjet ekonomisë qarkulluese, do të mundet të reduktojë përqindjen e tij nga 60% deri në 40% të mallrave të importuara. Shumë faleminderit. Përshëndetje, unë jam Andrea Shuaipi dhe doja të mbroja tezën ndaj ekonomisë prolineare. Nëse shikojmë te grupi juaj ju përmendët për të mbrojtur ekonominë qarkulluese vetëm në vendet të botës së parë. Por po të hedhim pak në këmbëvështrim të vendeve të botës së tretë, ato nuk do munden kurrë të zbatojnë një ekonomi qarkulluese. Dim se për revolucionin e parë, dytë industrial dhe për revolucionin e tashëm teknologjik, ne kemi dalluar se përdorimet si produktet në produktet dhe lënda e parë nuk kanë patur mundësi të jenë të riciklueshme. Vendet e vetme të cilat mund të përdoren një ekonomi qarkulluese kanë qenë ato vendet e para, të cilat kanë arritur një superioritet teknologjik dhe shkencor mbi vendet e botës së tretë. Nëse dalemi te aspekti historik, shikojmë lëvizje si ajo e Gaddafit, presidentit i cili do të bashkonte disa vende të Afrikës Veriut së Bashku për të dalë kundra imperializmit amerikan dhe kundra ndarjes dhe kundra mos industrializimit të kontinentit afrikan. Një njëjta gjë ndodhi dhe me presidenten Meloni, kur ajo shprehu tezat e saj pro mbrojtjes së industrializimit afrikan në një mënyrë që vendet e botës së tretë po ashtu të kenë një mënyrë që të përballen me vendet që kanë superioritet teknologjik dhe shkencor nga ata.
Përshëndetje. Unë quhem Berdan Spahia, ju falenderoj për argumentet edhe do përmbyll argumentet e grupit tonë. Ju thatë se infrastruktura dhe mundësitë të shtetit shqiptar e bënin të pamundur një ekonomi qarkulluese. Por u duk se zhvillimi i infrastrukturës pro ekonomi qarkulluese do të sillte fitim të madh në të ardhmen. Tha gjithashtu se kishim një rrugë të gjatë përpara nëse donim të ndihnim këtë model. Por me një ekonomi lineare nuk ka rrugë. Nuk mund të ketë një rritje të pafundme të ekonomisë kur jetojmë në një botë me një sasi të limituar materialesh. U bazuar tek shtetet të tjera që kanë ndjekur një ekonomi lineare për të arritur pikat ku janë tani, por keni neglizhuar teknologjitë dhe mundësitë e reja të botës moderne. Gjatë debatit u bë e qartë se ekonomia qarkulluese është vetmja rrugë drejt së ardhmes. Nëse ky fakt nuk pranohet, pasojat do të jenë të papërballueshme, jo vetëm ato ekonomike, por dhe ato shoqërore. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë quhem Dea Aliaj. Si fillim do doja të falenderoja panelin kundërshtar, edhe pse në 8 veta dëgjova të njëjtin argument dhe fokusi ishte komplet tek aspekti mjedisor, ekologjik e tjera me radhë. Por nuk do doja të fokusohesha aty. Do doja të fokusohesha më tepër tek realiteti shqiptar me zhvillimin ekonomik që Shqipëria ka arritur deri më sot. Shqipëria ende mbetet e paftë financiarisht dhe ekonomikisht për të përballuar të gjitha kostot e ekonomisë qarkulluese. Gjë që ton detyrimisht kundrejt ekonomisë lineare. Padyshim në parimi të gjithë dakord që ekonomia qarkulluese është ardhmja, por pa kuptuar bazat, themelet e ekonomisë lineare nuk më një të ardhmë me ekonomi qarkulluese. Që kjo shëmbëhet dhe justifikohet dhe ka një studim i Ellen MacArthur Foundation, një studim i 2021-shit, i cili deklaron se për të ndërtuar një të ardhmë me ekonomi të qëndrueshme, do të na duhet të fokusohemi pikërisht mbi shtyllat dhe themelet e ekonomisë lineare. Dhe konkluzioni i gjithë këtij debati është që pa ekonomi lineare ne nuk mund të ndërtojmë një të ardhmë me ekonomi qarkulluese, por mbetet vetëm në një plan ëndre. Ju faleminderit. Mirë, faleminderit dyja skuadrave, do të vazhdojmë me debatin e dytë. Debati i dytë ju e dini që ka të bëjë me tema më të thjeshta, më spontane, tema ndoshta që i kemi pasur edhe vitin e kaluar. Edhe në këtë rast do të përdorim zarfët, vetëm se kemi më shumë alternativa, që do të thotë jo dy. Kështu që do vi tani Artild. Prit pak një sekund. Inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Zgjedhim tani edhe qëndrimin, hajde. Një nga të dyja. Në këtë debat do kemi kohën e përgatitjes, siç e kemi?
Mirë, do fillojmë tani debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Ersën nga Shkolla Qemal Stafa dhe nga Petronili Luarasi Artildin. Duart tërkitet i lëm për në fund se ndikojnë tek vlerësimi. Okay? Do flasim pak për inteligjencën artificiale, sa e dobishme është ajo dhe sa na ndikon në përditshmëri. A ka aspekte negative apo pozitive? Këtë do ta zbulojmë pikërisht nga ky debat, i cili ju jep të drejtën e ndërhyrjeve 4 herë nga 2 minuta. Të vëmendshëm që të ndiqni radhën, sepse e thash dhe tek debati tjetër, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që jemi duke përmbyllur debatin në ndërhyrjen e fundit dhe është e rëndësishme që të bëjmë edhe një përmbledhje sikurse kemi bërë edhe në trajnim, apo jo. Jeni gati? Okay. Do të filloj Ersa që mban qëndrimin pro. Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit për pjesëmarrjen dhe vëmendjen që do të keni në vazhdim. Unë quhem Ersa Abazi dhe përfaqësoj qëndrimin pro inteligjencës artificiale në jetën e përditshme, duke folur këtu jo vetëm si një nxënëse e gjimnazit Qemal Stafa, por si një studente e certifikuar e inteligjencës artificiale me kurs të plot. Do doja t'ju tregoja dhe t'ju shpjegoja pak a shumë se si inteligjenca artificiale është një enciklopedi e pafundme, e kurdoshme dhe e mirë ekzekutuar. Me anë të saj, neve kemi një asistencë të kurdohershme që mund të perceptohet gjithashtu si një infrastrukturë e mirë fill, që bën gjithçka të aksesueshme, pavarësisht se ku ndodhemi, nga kushtet tona, niveli ekonomik apo niveli emocional dhe niveli intelektual i yni. Gjithashtu, do të thoja se përveç se një infrastrukturë e mirë fill, inteligjenca artificiale është revolucioni ynë i ri teknologjik, industrial dhe i gjithanshëm. Pasi me anë të tij neve jo vetëm që nuk kemi asgjë për të humbur, por kemi dhe vende të reja për të fituar, zhvillim ekonomik që rrit rendimentin. Pra, siç e dimë edhe të gjithë neve, besoj se jeni të informuar, por gjithsesi do ju informoj më tepër me disa shembuj se AI ka disa punë të reja që kanë ardhur si pasojë e zhvillimit të tij, ku mund të listoj data analyst, AI developer, që besoj se i keni hasur, gjithashtu nga që shumica prej jush janë maturant dhe kemi bërë dhe këshillim karriere, ku rrogat arrin aq të larta, që nga niveli fillestar, po dhe nga niveli profesional, duke arritur deri në 100.000 euro në vit në Europë dhe 150.000 euro në vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu ai hap vende të reja pune, na zhvillon neve, por gjithashtu është asistenti ynë virtual, siç e kemi dhe tek Albania Djellzën, me të cilën besoj se jeni njohur duke bërë dhe aplikime të ndryshme që ju duhen në jetën e përditshme, pasi AI e dim që është tashmë një vegël në jetën e përditshme. Përshëndetje të gjithëve, quhem Ertita Dëllari. Një përshëndetje speciale është për bashkëdebatuesen time Ersën në këtë round debati le të quajmë. Atëherë ju e nisë shumë mirë duke thënë që AI-ja, pra inteligjenca artificiale, është një enciklopedi e kurdogjendshme. Jam shumë dakord me fatin që është një enciklopedi, por është një enciklopedi me probleme të kurdohershme dhe me themele të dobta, le ta themi. Sepse vetë AI-ja ju thas që me të vërtet ka plot për të na sjell për të ardhmen, por ka plot që po na humb dhe po na bën të humbim, si për shembull vende të ndryshme pune. AI-ja po heq vende sidomos dhe po pakson ekonominë. Përfaqëson gjithashtu një anshmërim për studime që merren nga njerëz, por dhe me burime jo dhe aq të qarta, siç ne dim, sipas statistikave të organizatës botërore të shëndetit, kur ne klikojmë për një sëmundje në ChatGPT, 2 nga 3 përgjigje janë të gabuara. Dhe mund t'ja them me plot bindje që dhe janë tjetër që AI-ja po shkatron në pikërisht mjekësia. Përdorimi i teknologjive të reja, nanorobote në përditshmërinë dhe në mjekësi është më vërtet si o pasojë galopante dhe mund ta them këtë si një nipi një gjyshe që ju desh të operojë në zemër, jo më larg se në gusht. Dhe kur doktori paraqitën një mundësi për të pasur një operim më të lehtë duke përdorur AI-n, ai operim dështoi dhe asaj u desh të përfshihej në një rrugë tradicionale duke bërë operimin e hapur. Ju faleminderit. Ju faleminderit për pyetjet që shtruat, sepse na ndihmojnë të jemi më kritik dhe më të saktë në atë çfarë duam vërtet të mbrojmë. AI ju thatë që është i gabueshëm dhe sjell ide dhe perceptime të gabueshme që mund të rrezikojnë jetën tona, po edhe vetë informacionin, intelektin që ne marrim nga ai. Dua të them se vetë njeriu dhe jeta reale është e gabueshme, ka qenë gjithmonë e gabueshme dhe inteligjenca artificiale është kur programohet
është e parë dhe verifikuar nga një grup i tërë shkencëtarësh të specializuar, duke bërë përqindjen e gabueshmërisë shumë të ulët se sa një njeri i thjesht mesatar që ka akses te kjo inteligjencë artificiale e mirë përpunuar. Gjithashtu doja të shtroja një pyetje tjetër, pasi e nisëm duke bërë një diskutim se si mund ta pakësoj ekonominë inteligjencë artificiale kur ajo rrit rendimentin e punës, duke shpejtuar punën, duke i lehtësuar çdo proces njeriut dhe duke e shtyr atë të mendoj gjëra më të rëndësishme, si për shembull krijimtaria, ato që e zhvillojnë vërtet rurin dhe jo veprime matematikore. Për sa i përket sëmundjeve, nuk ekziston vetëm ChatGPT-ja, por gjithashtu me anë të computer vision, e cila për informacionin tuaj është një pjesë e ndarjeve kryesore të AI-t, që merr informacionin me anë të fotografive dhe përpunon atë me databazën e vet të plot, duke gjetur një zgjidhje që është informuar nga një punë shumë e madhe prej së paku 2000 fotosh për të gjetur zgjidhjen më të përshtatshme për diagnozën tuaj. Gjithashtu kemi për shembull shembullin e vet Google-it, i cili ka bërë fushata për një program të tillë, dhe doja të shtoja se sistemi arsimit botëror është vërtet i cënuar, edhe pse jemi nxënës të shkollave që janë vërtet të konsideruara elitare. Dhe inteligjenca artificiale, ndryshe nga një keq perceptim që është e gabueshme, është në fakt një libër xhepi, mësues dhe një vegël dije. Falenderoj për argumentin tënd, por gjithashtu do të falenderoj më shumë se argumenti juaj shtroi bazat e argumentit tim. Ju thatë që është me të vërtet, jo vetëm ChatGPT, por inteligjenca artificiale është me të vërtet një mjet i rëndësishëm. Pra mund të thuhet dot që është një instrument i rëndësishëm në përditshmërinë tonë. Ju thatë që nuk cënon krijimtarinë, bile se rrit atë. Por ne ditës më shumë po shohim versione ndoshta të shumtuara, versione dhe kopje që realisht ulin vlerat e artistëve dhe ulin vlerat e personave me krijimtari. Ne dimë që inteligjenca ndahet në shumë fusha të caktuara, kemi inteligjencë muzikore, kemi inteligjencë artistike, letrare, dhe me të vërtet nuk mendojmë, grupi nuk mendon që inteligjenca artificiale ka dhënë shumë kontribute për këtë. Ne folim për fusha ndryshme dhe ju bëhet pyetje shumë bukur se si ekonomia po përparon me inteligjencën artificiale, por ne do të themi të kundërtën. Ekonomia ka parë vetëm rënje. Është vërtet, janë hapur fusha të reja dhe vende të reja pune, por ama vende tradicionale dhe profesione që i kanë dhënë kësaj bote shumë gjatë viteve të fundit, gjatë vetë historisë së saj, po shohin rënje. Po shohim rënje të vlerave dhe rritje të antivlerave dhe të gabueshmërisë. Nëse një mësues përpara mund të kishte vërtet ndjenjën dhe vërtet akoma e ka dhe të jepet suportin, mendoni që një programi IA apo ndoshta një program ose nëse ne shohim një mësim në YouTube, mund të ishte ndihmëse, por nuk është një instrument thelbësor. Mos harrojmë që njeriu e ka bërë inteligjencën artificiale dhe ne do të jemi gjithmonë ata që do rekomandojmë. Dhe gjithmonë bazat e të ardhmes, të tashmes dhe të shkuarës kanë qenë te njeriu dhe do të mbeten te njeriu. Gjithashtu, duhet të japim shembull interesant se si për çdo pyetje që ne bëjmë në ChatGPT është vlera, është kushtuar njësoj se si të blejmë një litër ujë. Ju faleminderit. Vërtet u falenderuam shumë gjatë këtij diskutimi, por është shumë e nevojshme sepse argumentet tuaja vërtet që kanë peshën e tyre, por më duhet të hedh poshtë prej faktit se, duke i nisur në rend kronologjik, plagjatura ka ekzistuar dhe do të vazhdoj të ekzistojë dhe në jetën e përditshme dhe në jetën reale dhe në jetën e influencuar nga AI. Por plagjatura është e dënueshme në qoftë se merren hapat konkret për të shkuar më tej. Gjithashtu kur kërkon diçka, të jepet krediti në fund për sources, pra burimet, të cilat ka përdorur makineria për ta kërkuar informacionin tuaj apo për të zhvilluar çfarë ju kërkoni nga ajo. Gjithashtu, inteligjenca artificiale kursen kohën, që është gjëja më e çmuar, sepse e dim brez pas brezi na shton brez pas brezi se koha është e sari, është floriri i njeriut. Gjithashtu doja të opozoja faktin se mësuesi është vërtet, është vërtet shumë i rëndësishëm për jetën tonë, vërtet ndonjëherë një mësues që është aq perfekt në profesionin e vet nuk mund të zvendësohet nga një makineri mesatare që merret me mësimdhënie, por gjithashtu duhet të kemi parasysh se edhe në Shqipëri, po dhe në vende të tjera siç janë Kina ose Azia, neve nuk e kemi arsimin të aksesueshëm nga të gjithë. Pra,
nuk mund t'i themi për shembull një nxënës i të sëmur që okej, ti nuk shkove në shkollë, nuk e ndoqe mësimin sot, tani nuk mund ta rikuperosh çfarë ke humbur. Jo, me anë të inteligjencës artificiale vërtet mund ta rikuperosh çfarë ke humbur. Ju faleminderit. Ersa të falenderoj për argumentin tënd dhe më duhet vazhdoj rrjedhën logjike të argumenteve të mi. Ju thatë që ka probleme legislative dhe me vërtet ndoshta AI i shkallëzon këto, por mendoj se është një problem për të lënë gjykata, për të lënë njerëz specialistë në këtë fushë, sepse problemet duam apo nuk duam ne nuk do të mbarojnë asnjëherë, kanë qenë, janë dhe do të jenë me ne. Ama ajo që do të thosha është që të mësojmë nga gabimet dhe ju kur thatë që këto burime në shqip, pra jo sources, me të vërtet shpesh herë nxirren të sakta, do doja të kundërshtoja këtë sepse personalisht çdo mekanizëm i inteligjencës artificiale nuk është se na ka dhënë me të vërtet atë kursimin e premtuar të kohës, por në vërtet kanë qenë dhe na kanë devijuar dhe na kanë ngatruar duke na dhënë burime të pasigurta, vende ndoshta jo dhe me një rrjedhë logjike për temën që ne po kërkojmë. Ju gjithashtu përmendët që është shumë e aksesueshme për nxënës që nuk ka mundësi të jenë në shkolla. Okej, jam dakord, është aksesueshme, por a nuk mendoni se një nxënës që nuk ka mundësi të jenë në shkollë do të ketë mundësinë për të pasur një pajisje digjitale dhe ndoshta për të pasur aksesin në vende të caktuara apo platforma të caktuara? Është një zgjidhje, okej, por nuk është një zgjidhje gjithëpërfshirëse për gjithë nxënësit. Ne duam të arrijmë utopinë, dhe pse e shohim ne si distopi, por gjithashtu perfeksioni nuk ekziston dhe ne me një burim që jemi matur dhe me një burim që kemi vazhduar gjithë këto kohë, pra njeriu është në qendër, siç e kemi mësuar në histori, në filozofi, në gjeografi dhe në çdo shkencë, njeriu është në qendër. Dhe po të pyesësh një mësues informatike do të thotë përsëri njeriu është në qendër. Dhe sigurisht duhet ta mbyll këtë round tim të debatit duke thënë që AI është një instrument dhe sigurisht është ndihmë, por patjetër që jo nuk mund të bazohemi vetëm te AI-ja për jetën tonë të përditshme. Shumë faleminderit. Ju falenderoj për gjithçka thatë dhe shprehët për këtë qëndrim, por u duk një si tip kontradikte me vetë fjalët tuaja, për shkak të faktit se vetë përmendët kopimin dhe plagjaturët dhe pikërisht ju që ata thatë që nuk duhet të merremi me atë sepse është diçka që i përket gjykatave. Në rregull këtu. Për sa i përket sources, cilën e përktheva edhe në shqip, e përdora për të bërë ndërthurjen lëndore, që është shumë e rëndësishme për zhvillimin ton. Dhe me anë të saj, neve mund të jemi shumë më afër teknologjisë, sepse globalizmi është e ardhmja, globalizmi është mënyra se si neve mësojmë nga kulturat, dhe me anë të inteligjencës artificiale, duke kërkuar informacion që është i programuar nga një grup i vërtet profesional, i ekspertët nga gjithë bota, neve jemi më të aftë për të njohur me të dhe për të mësuar me faktin që nuk kemi vetëm ne, nuk është vetëm horizonti ynë i ngushtë dhe jeta e përditshme, por ka më tej se aq. Për sa i përket faktit që njeriu e kontrollon AI-n dhe njeriu është shembulli që i jepet AI-t. Po, kjo është e vërtet, asnjëherë nuk tham që inteligjenca artificiale do ta kontrollojë të ardhmen, ne tham që ajo është e ardhmja dhe është vegla e së ardhmes, siç është dia, e trashëguar brez pas brezi. Ai është thjesht një dokument që i bën jetën tona më të lehta. Shpresoja të ishit fokusuar në aspekte vërtet të rëndësishme për aspektin konstruktiv të këtij debati, sepse përveç se jemi në një debat me shkollash, i referohemi dhe të ardhmes tonë, e cila është vërtet në duart tona, dhe do doja ta mbyllja duke thënë se përpara se të opozoni ose të merrni një qëndrim absolut, do doja të pyesni veten. Si do të ndiheshit në qoftë se sot do ju mbyllej çdo akses dhe nuk do të përdoret me AI-n? Shumë faleminderit dhe në këtë raund të fundit të debatit jam shumë i lumtur që jam sot mes jush dhe do doja të përmendja duke marr pak nga fundi. Është vërtet ne jemi në një debat konstruktiv dhe jo destruktiv, siç mund ndoshta të jetë parë në këto përplasje dhe kundërshtigje që pasur me njëri tjetrin. Dhe ju pat dhe folë shumë një botë që folë për të ardhmen, por ama ne me vërtet jemi gjimnazi dhe shumë prej nesh janë në maturën dhe mendojnë se çfarë duhet vazhdojnë dhe cila është rruga e tyre dur.
Unë për shembull si një nxënës që më ka pëlqyer gjithmonë argumenti dhe debati, po mendoj seriozisht për të vazhduar juridikun, por ama kur shoh se gjithmonë më shumë juridikun dhe ndoshta profesioni i avokatisë dhe gjithë profesionet legjislative shihen në rrezik nga ChatGPT, OpenAI apo vende të tjera, më bën të mendoj dhe të bie ndoshta në kundërshti dhe në mendime të thella me veten, a është kjo rruga e duhur për mua? Sepse a kam siguri unë ekonomike, qoftë sociale, qoftë dhe siguri ekologjike për të rritur në një vend mua, familjen time, fëmijët e mi, në një vend që mbase në të ardhmen nuk do të ketë ndoshta dhe për kryeministër apo dhe nuk do të drejtohet më nga një njerëz. Ndoshta është pak e frikshme ta mendojmë, por është vetëm se e vërteta, sepse me këto ritme të shpejta dhe ndoshta të çmendur dhe makabër që inteligjenca artificiale po na pushton të gjithëve, është më vërtet e frikshme të mendojnë se çfarë do të ndodhë për të ardhmen. Yusuf Matala në OKB ka thënë një shprehje shumë bukur: një fëmijë, një mësues dhe një laps mund ta ndryshojnë botën. Dhe shpreha që po japun sot si Ardita Dellari është që një mësues, një fëmijë dhe një pajisje apo një inteligjencë artificiale nuk besoj se do ta kenë ndryshimin e botës. Ne mendojmë gjithmonë për një botë më të mirë, për një botë më të re, për të mirën, të bukurën, atë që duam të gjithë dhe mendojmë për një të ardhmen më të sigurt. Derisa nuk Okej, atëherë, për ta përmbyllur këtë debat, ju jam shumë faleminderit dhe shumë mirënjohës ekipit kundërshtar, qoftë në debatin në skuad në nivel grupesh dhe qoftë në debatin në nivel liderash. Ju përshëndes jurin, ju përshëndes mësueset e dy shkollave dhe jam shumë i lumtur që jam sot këtu me ju. Faleminderit. Okej, kemi përfunduar, tani është momenti që të japim kohën e dur edhe të jurisë, e cila do të bëjë vlerësimin. Pas zhurmë do qëndrojmë këtu në sallë në mënyrë që të marrim pas pak edhe rezultatin. Faleminderit.
Okej, bëhemi gati tani të marrim edhe vlerësimin e juris, komentet, padyshim edhe analizat apo çfarë mund t'ju sugjerojnë ata për sa i përket performancës që ju dhat në këtë debat të parë të fazës rajonale, pra të qytetit Tiranës në rastin konkret. Okej, fjala është për ju, nuk e di kush do ta marrë pari. Okej, përshëndetje gjithëve nga unë. Si fillim ju falenderoj për debatin që na përcollët. Ishit shumë konstruktiv, ishit të vëmendshëm, ishit të dëgjueshëm kundrejt njëri tjetrit. Për sa i përket objektivitetit dhe parashtrimit të argumenteve, kishte një lloj logjike të thoja që ishte me kohezion kundrejt argumentave që ju parashtruat në nivel grupi, por edhe në nivel lideri. Do kisha dashur të shikoja pak më shumë grind, pasi kishte një lloj mungese emocioni, le të themi, por veçanërisht nga Petronini në këtë rast. Do kisha dashur që gjua e trupit të ishte më e drejtë për drejtë, t'i referoj kundërshtarëve, pasi në këtë mënyrë do kishit vendosur edhe një ton pak më autoritar, le të themi. Nga ana tjetër, tek Qemal Stafa kishte disa individ që spikatën, por kishte gjithashtu edhe individ që penalizuan. Megjithatë, burarish që në ndarjen e grupeve, grupi Qemal Stafës qëndroi pak më kompakt edhe më i përmbledhur me njëri tjetrin, gjë që ishte për t'u vlerësuar. Qartësia dhe artikulimi sigurisht nuk mungoi, megjithatë kishte një lloj mungese, le të themi, vetbesimi që spikati në të dyja grupet. Në përgjithësi kultura e debatit ishte pozitive, ishte e qetë, dhe uroj që t'i keni parasysh këto pika për t'i përmirësuar edhe në vijim në debatet e tjera. Ju uroj suksese të dyja grupeve. Përshëndetje edhe nga unë. Siç e tha edhe Niko në fillim, unë preferoj të qëndroj pozitive me grupmoshën tuaj, që për shkak edhe të punës që unë bëj, për shkak se jam edhe prindi disa adoleshentëve që kanë në shtëpi, dhe dua t'ju motivoj të vazhdoni të punoni me veten edhe të përmirësoni veten. Pjesëmarrja juaj në këtë format është një gjë për t'u vlerësuar, pavarësisht gjithë kritikave që tha Mariza edhe gjërave që do doja t'ju kisha thënë, por do qëndroj pozitive. Nuk do ta prish këtë intron që më bëri Niko. Do të kisha dashur të shihja një debat pak më të thellë, pak më të bazuar në argumente, meqense temat janë shumë bashkëkohore, të dyja temat janë shumë relevante. Si tema e parë në cilën globi po kalon një situatë kaq të vështirë dhe ka nevojë që ne të informohemi edhe të dimë se kush janë veprimet që po e çojnë globin në këtë krizë të madhe. Qoftë tema e dytë që është një gjë që ju domethënë në klinje zgjoheni me këto teknologjitë dhe me të gjitha këto mundësitë teknologjike digjitale që keni sot. Sidoqoftë për të qenë pozitive, duke qenë se e di që jeta juaj është e bombarduar me procese, informacione, kaloni nga një gjë në një tjetër, kërkesa, ndonjëherë edhe ne si të rritur ose profesionistët ose institucionet nuk ju ofrojnë mundësinë për ta mashtruar, për të pas kohën, për ta përcjellur një informacion, për t'ju ndihmuar të zhvilloheni në gjërat që ju keni nevojë. Pra, unë e mirë kuptoj gjithë këtë që debati ishte sipërfaqësor, se ishte në fakt, deri diku ishte sipërfaqësor, por shumë e lumtur që ishte një debat për ta parë si jashtëm shumë i këndshëm. Pa patur të rolin për ta vlerësuar me pikë, ishte shumë i këndshëm. Duke i domethënë që kulturën e debatit e keni, duke që ishte një debat konstruktiv, e përmendët disa herë, falenderuar njëri tjetrin disa herë, gjë që tregon domethënë që doni të qëndroni pozitive dhe gjë që e vlerësoj shumë, si individ e vlerësoj shumë, kur skuadrën kundërshtare në këtë debatin e shef si rivale në këtë debatin, por në fund të ditës ju jeni bashkëmoshatar, jeni qytetarë të Tiranës, edhe synojmë shumë që nesër të jeni qytetarë të botës, edhe mos keni këto ndasitë që e kisha kundërshtare me radhë. Ju uroj shumë suksese të dyja ekipeve. Mbani mend, përveç se kjo nuk është fazë eliminatore, por mbani mend që kushdo që është pjesë e këtij procesi është i fituar.
ka fituar diçka që do ta ketë me vete gjithë jetën e vet. Këtë mënyrën e të debatuarit, mënyrën e parashtrimit të argumentave, të dëgjosh tjetrin deri në fund, të hulumtosh përpara se të thuash një gjë, do ta kesh për gjithë jetën tënde. Kështu që për mua, të gjithë ju jeni fitues, punoni me vete, vazhdoni të investoni sa më shumë në gjëra të tilla që ju shërbejnë si individ dhe të shërbejnë të gjithë. Falni se u zgjata shumë, suksesa. Përshëndetje gjithëve. Më lejoni t'ju them që një debat i mirë nxit një të menduar edhe më të mirë dhe shumë debate të tilla nxisin një komunikim shumë efikas. Duke u kthyer tek falenderimet, unë do thoja që debati me falenderimet me karar, kështu që kini parasysh, duartrokitjet në fund gjithmonë, fatin opozitë e urimet. Gjithashtu do ju këshilloja shumë që të keni kujdes me fjalorin, ju lutem. Inteligjenca artificiale, AI, padyshim që na bëjnë citizen of world, qytetar të botës, po jemi në Shqipëri dhe nuk do doja që disa fjalë t'i merrnim siç i marrim nga rrjetet, nga bota që ne po jetojmë, do doja që t'i përdornim në shqip. Për shembull, dikush tha këtu opozoni, u përmenden disa fjalë të cilat nuk e di në çfarë konteksti mund t'i përdorim, se nuk ishin as anglisht, as shqip, ishin një mix edhe nuk do doja. Kështu që unë besoj shumë që secili nga ju do na përfaqësoj të gjithëve dhe edhe kritikën e dytë në nivelin të gjithë për një, në nivel grupesh. Mund të them që tek shkolla Qemal Stafa 3 ishin komponente që le të themi bën një sintezë ose bën një ndërhyrje të saktë, për them të saktë duke pasur parasysh gjithë paketën ARE që Zysh Aida ju ka shpjeguar gjatë trajnimeve dhe janë përkatësisht debatuesit e fundit. Ndërsa në nivelin 1 për të gjithë, do thoja që këtu diferenca ishte shumë e vogël, nuk duhet të themi pafund fjalë dhe të mos themi përmbajtje. Dhe nuk duhet që këto përshtatje që ne i bëjmë, t'i bëjmë në mënyrë narrative. Le të jemi me argumenta. Argumenti ka rëndësinë e vet. Argumenti i përshtatur në kontekstin e duhur dhe në situatën përballë debatuesit tjetër. Nuk po zgjatem më, duke qenë se kjo është faza e ky është debati i parë, do doja që gjitha këto këshilla që ne dham sot, t'i merrni dhe t'ju shërbejnë për debate tjera. Ju them pikët tani edhe mos ta zgjas më. Shkolla Qemal Stafa ka arritur të mbledh 225 pikë. Ndërsa shkolla Petronini Luarasi, po tani mund duar të orkasim. Shkolla Petronini Luarasi ka arritur të mbledh 228 pikë. Pra diferenca është shumë e vogël. Okej, shumë sukses dyja skuadrave. Me siguri në këto pikë sa kemi mbledhur, ju do t'jeni pjesë e 16-qes, megjithatë nuk e dihet, ndonjëherë surprizojnë edhe shkolla që ndoshta nuk kanë qenë në kampionat përse i përket edhe qyteteve të reja që ne kemi këtë vit, kështu që le të fitojmë i miri. Faleminderit. Suksese.